Edhe një herë tjetër, unë gatrua qëllimisht ose më falni idiotësisht adresa fizike e zyrës me shërbimin për qytetarët. Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka kaluar prej kohësh nga një model shërbimi primitiv me sportele, radha, zvarritje etj. Në një model shërbimesh online, ende i pa mbyllur plotësisht në të gjithë ciklin e vet, por gjithsesi përmes platformës i Albania, ky model mundson që shumica e procedurave kadastrale nuk ka nevojë për paraqitjen fizikisht në një sportel të qytetarit. Kartela pasuria, vërtetime, regjistrime aktesh, kontrata, shqipërsime, të gjitha aplikohen në ndiqjen online nga kudo ku ndodh qytetar, edhe nga Amerika. Tani gjithë kjo zhurmë dhe ky tension që u ndje në atë lëvizje lidhet jo vetëm me një perceptim të gabuar apo edhe informim të mangët, por edhe me një mendësi e cila duhet përmbysur. Dhe duhet përmbysur duke pasur parasysh që e nesërmja e afërt jo e largët e kadastrës është një shërbim si plot shërbimet tjera, pa sportele, pa godina fizike të shpërndarë në territor, por me akses në çdo shërbim si një drejtë themelore dhe një drejtë që merret përmes celularit, që merret përmes kompjuterit më të afërt dhe që nuk ka asnjë lidhje me vendodhjen e zyrës. Ky nuk është i pari si veprim për zhvendosje të një drejtorie vendore në qendër dhe nuk është as i fundit. Të tjera drejtori do të zhvendosen dhe ndërkohë ajo që po punojmë për ditë pa pushim është që të sigurojmë mbylljen e ciklit. Pra, jo më aplikim online dhe pastaj marrje mbrapsht të shërbimit me post, por aplikim online dhe marrje të shërbimit menjëherë po aty online.